Dolce zgjohet me dritën e mëngjesit, një pamje që flet vetë. Dolce zgjohet herët në mëngjes, kur shtëpia është ende e qetë dhe drita e parë e diellit depërton butë përmes dritareve. Është ai moment magjik kur gjithçka duket më e pastër, më e vërtetë, më natyrale. Ajo shfaqet me një pamje fantastike, e relaksuar, e sigurt në veten e saj, me një trup të hijshëm që reflekton harmoni dhe finesë, pa shumë zhurmë. Muzika nis në sfond, tingujt e pavdekshëm të Michael Jackson mbushin hapësirën. Ritmi është i njohur, i butë dhe energjik njëkohësisht. Dolce vazhdon kërcimin e saj sensual nëpër shtëpi, jo për të treguar diçka, por sepse e ndjen muzikën. Sepse e jeton momentin. Çdo lëvizje është spontane, e natyrshme, pas forcim, pa teprime, ka diçka shumë të veçantë në mënyrën se si ajo lëviz, një sharm që nuk mësohet, por buron nga brenda. Nuk ka nevojë për fjalë, sepse trupi dhe energjia e saj flasin mjaftueshëm. Është bukuri e qetë, jo e zhurmshme, është sensualitet i matur, jo provokim, është vetbesim i pastër, jo arrogancë. Dolce duket sikur haron kamerat, shtëpinë, lojën. Për disa minuta, ajo është thjesht vetvetja, një vajzë që nis ditën me muzikë, me ritëm, me pozitivitet. Pikërisht kjo e bën kaq të bukur në sytë e publikut, natyrshmëria. Asgjë nuk duket të shtirur. Asgjë e planifikuar. Kërcimi i saj në mëngjes nuk është thjesht lëvizje, por gjendje shpirtërore. Është një mënyrë për të marrë energji, për të lidhur me veten, për ta nisur ditën me buzëqeshje dhe dritë. Në atë qetësi mëngjesi, Dolce sjell jetë në shtëpi, sjell ngrohtësi dhe një ndjesi pozitive që reflektohet tek kushdo që e sheh, shumë natyrale, shumë e bukur, me shumë sharm. Dolce dëshmon se bukuria më e madhe nuk është vetëm pamja, por mënyra se si e mban veten, si lëviz, si e jeton momentin. Dhe në atë mëngjes, me muzikën e Michael Jackson në sfond, ajo bëhet një pamje që mbetet në mendje, e thjesht, elegante dhe plot jetë.